Ujku dhe hija e tij. Një ujk u largua nga strofulla e tij në mbrëmje, me humor të mirë dhe me oreks të shkëlqyer. Ndërsa vraponte, dielli që perëndonte e shfaqi hijen e tij më larg tokës dhe dukej sikur ishte 100 herë më i madh se nga ç'ishte në të vërtetë. Pa shiko, tha ujku me krenari. Shiko se sa i madh jam. Imagjinoje pra, unë të ik nga një luan i vogël, do t'i tregoj se kush është i denjë për t'u bërë mbret, ai apo unë. Pikërisht atëherë, një hije e madhe mbuloi të tërin, dhe për një çast një luan e rrëzoi me një goditje të vetme. Mësimi. Mos lejo që fantazia jote të bëj të harrosh realitetin.